Kanë kaluar më shumë se 2 muaj nga fillimi I regjistrimit të këtyre videove të rrugëtimit tim si Forex Trader. E nisa në datën 18 janar dhe sot jemi në mars. Sot është data 28 mars. Dhe sot kam vendosur të bëj një përmbledhje të këtij rrugëtimi 2 muajor nga fillimi deri në ditën e sotme. E nisa me një balans në IC Market me lek reale, me një balans që kishim nga viti kaluar, që ishte $256. Më pas, pasi vazhduam të bënim trade gjatë janarit, humbëm, ishim në humbje dhe arritëm në balancën $100. Në këtë moment, unë vendosa që nga këto $100, $70 t'i bëja withdraw, që të blija një account të një prof firme, një challenge, dhe $30 që mbetëm, t'i provoja t'i bëja flip. Pro firmën që bleva e dogja, humba 10%, humba më shumë se ç'duheshe, më shumë se rregullat e pro firmës, dhe nga ana tjetër humba edhe lekët, ato $30 që unë kisha të mbetura nga akaunti. Dhe pasi dogja akauntin e dytë, bleva akauntin, pasi dogja akauntin e parë, bleva dhe akauntin e dytë, që do ta shikojmë pastaj. Se deri ku jemi me progresin në këtë akaunt. Para se të tregoj këtë, doja të tregoja të gjitha akauntet që unë kam ndjekur më përpara, në vitet më përpara, 2024, 2023 ndoshta. Dhe pastaj do shikojmë deri ku jemi me akauntin e dytë të këtij challenge. Okej, dua ta filloj me akauntin e parë. Akaunti I parë është Peska Challenge në 2024. Në 2024 created në 2023, 23 nëntor, dhe ka zgjatur deri në prill, ka zgjatur shumë. Jam vërtitur me këtë akaunt goxha. Shikojmë. Balanca se si ka shkuar, kam qenë profit, kam qenë minus, kam qenë break even, kam qenë minus. Këto ishin fillimet e mia. E dogja këtë bleva një akaunt tjetër. 10K. Këtu e kalova fazën e parë. Ja. Të gjitha. 2 muaj, 1 muaj e gjysmë le të themi, ka zgjatur nga fillimi I tradit të parë, nga vendosja e tradit të parë deri në kalimi. 1 muaj, pa shumë. Kjo ishte faza e parë, nësa fazën e dytë e dogja. Pse e dogja? Sepse mendova që e kalova fazën e parë dhe unë u bëra trader, dhe tani do vinin ato leket pa fund dhe mos do kisha më nevojë të punoja. Isha në profit, isha negativ, pastaj isha prapë në profit, pastaj e dogja. Një karakteristik që unë vura re në akauntet që kam ndjekur më përpara është që unë humbjet që I kam më të mëdhaja se sa fitimet. 472, 143, nuk kam qenë konsistent. Më thënë, rrezikimi, risku ka qenë sipas momentit. Dhe pak e shumë shkruan të gjitha, këto janë akaunte që kam humbur, kam kaluar vetëm një herë në jetën time. Në fazën e dytë, ka qenë kjo këtu, ka qenë
në vitin në qershor të vitit 2024. Jemi në 2026, ka pothuajse po bën 2 vjet që nuk kam kaluar fazën e parë me ato akaunte që kam marrë. Kam bërë 2-3 payout të vogla nga It's a Market. Para se të regjistroj këtë si challenge në shtator. $200, $300, vetëm kaq. Tani jemi tek firma e dytë. Mezi po e prisja. Jemi në profit. Jemi 2% në profit. Jemi 2% në profit. Dhe këto janë tradet e mia. Paka shumë, jo plotësisht, po mundohem akoma ta përmirësoj veten time që të bëj atë që nuk bëja më përpara. Të rrit profitet e mia dhe të zvogëloj humbjet e mia. Në këtë account deri tani kjo gjë është përmirësuar. Do mundohem të mbaj këtë qasje me marketin dhe të shikojmë që ta kalojmë. Të kalojmë fazën e parë të dytën dhe pastaj të kalojmë në fundit. Akaunti në It's a Market është në këtë gjendje, kështu që për momentin do ta lëm në pauzë, do ta lëm pending. Rrugëtimi i trading është i ndryshëm për secilin nga ne, por gjatë këtij rrugëtimi na bashkojnë disa faktorë. Mënyra se si e shikojmë jetën, dëshira për sukses dhe liri dhe dëshira për të bërë më i mirë se ç'ishim dje. Unë jam i sigurt që nga këto video secili prej jush do marri ato copza që i duan dhe do hedhë ato që nuk i duan për t'i vendosur te puzzle-i i tij për të plotësuar atë figurën finale të qëllimit të tij. Trading erdhi në jetën tënde për një arsye. Zoti, universi, ajo që ti beson, i solli në jetën tënde për të bërë ndryshim. Kështu që mos haro këtë gjë dhe mos i zgjinj. Deri në videon tjetër, shihemi.